Torino nuk i ka bërë një start të mirë kampionatit dhe gjendet në pozita pak komode në klasifikimin e Serie A pas javëve të para, por trajneri Marco Baroni mendon se ekipi do të rifitojë përsëri terren në vijim pasi ka dhënë shenja përmirësimi. Sipas tij, për shumë lojtarë të afruar ka munguar vazhdimësia në ndeshje dhe shembulli që ka dhënë para mediave në konferencën për ndeshjen me Lacion u bazua pikërisht te Christian Aslani. Në rrugtimin tonë, një lojtar si Aslani ka luajtur 4 ndeshje radhazi dhe ishin 3 vite që nuk e bënte një gjë të tillë. Këtu shtoi dhe Simeone, Ngonj, Zapata kur të jetë në formën më të mirë. Për te vështirësive në ndeshje, po bëjmë të gjithë një rrugtim, shoh potencial të rritjes individuale dhe si skuadër, tha Baroni para mediave. Ndërkohë në Itali duken të bindur se trajneri po shqyrton dhe idenë e kthimit të mesfushës me 3 në qendër, duke ju dhënë më shumë prioritet karakteristikave të Aslanit. Sipas Tuttosport, duke marrë shkas edhe nga intervista e pak ditëve më parë të mesfushorit që theksonte se me 3 ndjehej më komod, stafi teknik i Torinos po mendon të aplikojë një skemë të tillë për të nxjerrë në pa karakteristikat më të mira të mesfushorit shqiptar.